mirin që ka Shqipëria, mund ta sjellim edhe nga jashtë. Ata aty janë për të shërbyer të korruptuarve, të shërbejnë Edi Ramës, Tauland Ballës, kësaj qeverie të korruptuar, oligarkëve, krimit organizuar dhe jo qytetarëve shqiptar. E vetmja zgjidhje janë zgjedhjet e parakoshme. Duhet që sa më shpejt ky parlament të shkrihet dhe të zgjidhen njerëz që përfaqësojnë qytetarët, që përfaqësojnë protestuesit. Aty ka protestues, ka qytetarë të thjeshtë që nuk kanë lidhje me këtë llumë që është në parlament. Si do shkojnë në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër, se protestuesit kanë kërkuar tjetër zgjidhje. Një qeveri teknike tranzitore. Ju besoni që mund të zgjedhje me Edi Ramën? Unë besoj që ka vetëm një zgjidhje dhe këto janë zgjedhjet. Unë besoj që nuk e vendosim ne, sepse është në dorë të këtij parlamenti se si do vetë në zgjedhje. Dhe këtë parlament e kontrollon Edi Rama. Kështu që të gjithë ata që mendojnë se mund të vetë në zgjedhjet e parakoshme pa pëlqimin e Edi Ramës, nuk ka asnjë shans që kjo të ndodhi. Apo të Partisë Socialiste, apo të maggjorancës, apo të Tauland Ballës. Nuk është se iku Edi Rama dhe do iki dhe Tauland Balla. Tauland Ballën aty do a keni. Të gjithë tufën e deputetëve të korruptë që mbështesin këtë qeveri të korruptuar, aty i keni. Ata do vendosin se si do vetë në zgjedhje. Kështu që kjo nuk është një dëshirë, nuk është se mund të zgjedhësh ti, do ve me Edi Ramën apo do vemi pa Edi Ramën. Në zgjedhje fatkeqësisht do vetë me këtë parlament. Nuk ke çfarë të bësh. Edhe 91-shin në Hungari ka ndodhur gjë. Gjitha shpresat që mund të ketë dikush duke menduar se do kërkojmë zgjedhje pa Edi Ramën, pa Partinë Socialiste, kjo nuk mund të ndodhë. Nuk i intereson shumë protesta nëse e vendos ai për dalë në zgjedhje parakoshme. Ideja është që ju me që dhe ky parlament, sipas jush që nuk po mbron në këto momente interesin e qytetarëve, por dhe gjatë gjithë kohës, qytetarët kërkojnë qeveri teknike. Ndërkohë ju thoni që është në dorën e Edi Ramës dhe Edi Rama do ta vle protestat. Unë jam në protestë çdo ditë. Po, disa kërkojnë qeveri teknike, disa tranzitore, disa duan zgjedhjet parakoshme. Nuk është se mund të themi që ka një zë që i përfaqëson të gjithë e kërkon qeveri teknike. Unë me ata që flas mua më pyesin, më thon cila është zgjidhja më shumë se dhe këto janë disa nga mundësitë. Tani ata janë protestues që nuk merren me politikë, nuk janë politikanë, janë qytetarë të thjeshtë, nuk janë antar të një partie politike, nuk janë aty për një vend pune, sepse dikush i ka premtuar një vend pune dhe ne protestojnë. Kjo është një protestë që nuk ka ndodhur kurrë më përpara. Kaq shumë ditë, kaq shumë veta të vendosur për ditë aty që kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës. Nuk kanë eksperiencë politike dhe mund të kërkojnë, është më se legjitime të kërkojnë qeveri teknike, një qeveri provizore, por pastaj përballesh me realitetin, që ajo qeveri duhet votohet aty në atë parlament. Dhe këta janë të komanduar nga Edi Rama. E pa që ndodhi me atë deputeten e Shkodrës. Sa po doli kundër, filluan i vërsulën të gjithë, e sulmuan, e akuzuan, i vunë edhe krimin organizuar ta kërcënonte. Imagjinoni, ajo në mëngjes tha, shikoni se po më kërcënojnë dhe banda të tjera kriminale, disa orë më vonë del avokati i tij dhe thua ti se na u dëmtua reputacioni i atij dhe ai nuk i duroi dot 2-3 orë doli më një herë avokati. Nuk e kanë nxjerr ai avokatin. Avokatin e kanë nxjerr këtu, e kanë nxjerr Tauland Balla. E kanë nxjerr Tauland Ballat, sepse ajo nuk u kërcënua nga ai, në të vërtetë është kërcënuar nga Edi Rama, sepse Edi Rama ka nevojë të i thotë vetëve, mos guxoni të dilni kundër meje. Ishte një kërcënim për ata që janë aty brenda. Ajo ka kryer një akt të një kurajo që s'kishin parë prej kohësh në atë parlament. Sigurisht mund të ketë gabuar, sepse ka mbështetur të qeveri, mund të ketë votuar në mbrojtje të Belinda Ballukut kundër arrestimit të saj, por ne nuk mund të mohojmë kurajin që ka treguar, që u rreshtua me qytetarët dhe jo me të qeverit korruptuar dhe me bandën e tij që e mbështet në pushtet. Faleminderit. Mirë ishte ky komunikimi i zotit Sheaj me gazetarët, ndërkohë